për e kapital po flasim. Republikën e Kosovës për 6 vjet kom qef me eni. Krejt që ka ndodhur është kapja e institucioneve, lufta për kapjen e institucioneve dhe propaganda. Ne tashti, unë kur e thash Ardian Gjini nuk është demagog, aludova se është praktik. Është njëri punës, njëri terrenit, njëri që e vërteton me suksesin që e ka në Gjakov. E pse e thash që ta, se të masi veç u kyçëm tash, a do t'jemi alata, a do t'jemi, me 20 cent qytetarin e Gjakovës se kalon kjo qeveri, për kokë banori. Kështu është trajtu qytetari i Gjakovës, kështu është trajtu qytetari i Pejës. Kështu është trajtu, po thuj se kudo që nuk ka qeveris vetë vendosja. Ku ka diskriminim matë madhë se me këto ndarje bugjetore. Dhe mund është me thonë, o ka ja o merë votën. O shka ja merë votën me korruptim direkt me bugjet shtetit. Edhe sot Nat Bajrami ja u kalshu paret,